Korrupsioni është faqja e zezë e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, para europianëve, amerikanëve, britanikëve e mbar botës. Por pyetja se si erdhëm deri këtu, duhet marrë një përgjigje shtëruese edhe për ata që gjithë këto vite kanë ulur kokën e kanë pranuar të gëlltisin çorbën e prishur të Edi Ramës dhe shokëve të tij. Cila është kjo e vërtetë? Kjo është e vërteta që sot e thot çdo fëmijë kur i pyesin sa bëjnë 7x7. Bëjnë 313. Kemi pak metra prej këtu. Burgun famkeq. Dikur për persekucionin komunist dhe sot sepse është i mbushur me shokët e Edi Ramës. Po qeshin të rinj është edhe për qeshur, por është kryesisht për qarë. Sepse pyetja tjetër është kush i solli këta shok? A mos i sollët gjë ju? Mos i solla gjë unë? Kush e solli Sajmir Tahirin? Kush e solli Arben Ahmetaj? Kush e solli Ilir Beqen? Kush e solli Erion Veliajn? Kush e solli Per Kokën, Jurgis Çyrpen, Alqi Bllakon, Qush Dakon? Vetëm po të rrim t'i numrojmë, do na duhet një kohë gjatë.